Jemi këtu me zotrin Sami Zeka, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Çfarë mendimi keni për televizionin? Çka ne duhet të bëjmë ndryshe, se kështu po e fillojmë, sepse urime kemi marrë pafundme. Në atë parë i falenderoj për ftesën dhe është me drejt një kënaqësi që jemi këtu jo vetëm për shqiptarët e Filadelfisë, por të gjithë shqiptarët në diasporë. Dhe televizori ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe për një çerek shekulli, na ka mbledhur të gjithë bashk. Atëre kur neve na ka munguar aq shumë vendi jon, e kemi gjetur pranë ekranit të televizorit dhe vazhdon të shprehim atë kënaqësinë e madhe që ka bërë ky televizor tek familjet tona, qoftë këtu në Amerikë apo në Shqipëri, dhe na sjell një pjesë të vendit tonë, na i sjell kaq larg dhe neve ndjehemi po kaq afër. Faleminderit shumë. Një mesazh shkurtër për ne. Çka duhet të bëjmë ne më ndryshe, ose çka duhet të shtojmë në atë ëmbëlsinë tonë që e kemi? Besoj se një nga pikpamjet më të rëndësishme të televizorit është për të transferuar kulturën, traditën dhe gjuhën tonë tek të rinjt. Disa aktivitete për të rinjt duhet ishte, besoj, dhe një pikë kur televizori duhet të koncentrohet më shumë, duke ofruar dhe programe për të rinj, sidomos për fëmijët dhe për adoleshentët. Vijojmë intervistat me drejtorin e të gjithë degëve të Vatrës, zotin Mondo Rakaj. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje. Jetë me këtë darkën nga la, të 25 vjetorit të televizionin shqiptarëve të Amerikës. Jemi gëzuar, është një rrugtim i madh, po afër 2 dekada e gjys. Ja falenderojmë zotin Vila për kontribut që ka dhënë tash 25 vite për ashtu, dhe urojmë që zoti t'i japë shnetet ta çojnë edhe pak më andej. Faleminderit shumë për urimin, edhe do të kishit ndonjë sugjerim për emisionet në të ardhmen, se ku duhet të fokusohemi më shumë? Po tani kisha këshillu zotin Vila që të merret pak më shumë me rinin, emisione rinore, kuptohet ne nuk do t'i anashkalojmë edhe brezat e vjetër, se këta kanë historinë e tyre, kanë dhënë kontribut për këtë vend, por sa më shumë emisione rinore që ta mojnë sa më shumë në entuziazëm. E kuptoj se çdo gjë është kosto, por edhe komuniteti e ka ndihmuar shumë, por edhe ta bizneset e uroj që ta ndihmojnë prapë më shumë, se çdo gjë do në kontribut, do në fund dhe do në ashtu. Por do të mendoj se do t'ja dalim. Faleminderit shumë dhe do ta marrim në konsiderat. Kalofshi një mbrëmje të shkëlqyer. Faleminderit. Televizioni shqiptarëve është gjithmonë aty për ju, dhe sidomos për të rinjt, për gjithë ata që kanë lind këtu, por edhe ata që kanë ardhur pas shumë viteve, sepse është një drejtare që na përmbledh sigurisht edhe na bashkon me Europën. Por të rinjt tanë kudo në botë gjithmonë janë të suksesshëm, dhe pse jo jenë të suksesshëm edhe në punën që bëjnë ata, por edhe atë punë ta bëjnë edhe më mirë për shqiptarët, dhe pse jo edhe për televizionin tonë që gjithmonë vinë e na mbështesin. Jemi këtu me një biznesmen të ri, por që mendoj që fillimet tua në punën tuaj, sidomos me shqiptarët, na i thuj, kanë qenë të lehta për shkak të gjuhës, apo kanë qenë pakës më ndryshe se sa me këto tjerë nacionalitete? Për të thonë drejtën, dëgjoj si çdo shqiptar që vjen i ri në Amerikë, fillimet e veta nuk është se i ka të lehta, të them drejtën, edhe merr një çik kohë që të kapësh veten, si i themi ne. Por ama më thon drejtën, me mbështetjen e shqiptarëve dhe gjithë bashkëkohësave të mi që gjithmonë kanë prit ku kam shku, kanë mbështetur shumë që të arrijë këtu ku jam sot. Vjen mirë. Si mendoni televizioni jon 25 vite tashmë, çfarë roli ka për të rinjt? Televizioni shqiptar duhet që edhe ne ta mbështesim shumë, por ama kjo që bën për të rinjt është sepse të paktën i bashkon, u jep mundësinë që dëgjojnë të folër shqip, sepse po mungon shumë gjuha shqipe, edhe i afron shumë me vendin tonë që mund ta shohin përmjet televizorit, sepse ka shumë njerëz që nuk kanë qenë atje, edhe e shohin vetëm përmjet televizorit. E kjo është interesante, sepse shumica nga ne që kanë lind këtu, nuk e kanë idenë se si është jetosh atje, apo si është ta vizitosh vendin tonë. Dhe sigurisht, faleminderit shumë për këtë, është emocion edhe për ne që vim tek ju në shtëpitë tuaja, që të sjellim pak jete, pak copsa jete Evrope këtu në Amerikë. Shumë faleminderit, një mesazh shumë shkurt, një urim për televizionin tonë. Ju uroj televizionit shqiptar, jo vetëm 25 vjet, po edhe 100 vjet tjera,
edhe gjithmonë qoftë mes nesh e mes shqiptarëve. Faleminderit shumë. Nice. Jemi këtu me zonjën Anila Niklos, që është një përfaqësuese e denjë e të gjitha organizatave të mundshme që ndodhen në Shqipëri. Vjen sot nga Florida, na ka nderuar me prezencën e saj këtu në këtë mbrëmje për 25 vjetorën e televizionit shqiptarëve të Amerikës. Do të kishit një urim për këtë çerek shekulli? Një urim shumë të veçantë për Alp TV USA, për të nderuarin nga një vila, për ekipin që punon me televizionin, për përpjekjet e pareshtura me komunitetin shqiptar, jo vetëm këtu në Amerikë, por edhe duke u bërë një urë lidhse me të gjithë komunitetin shqiptar, kudo që shqiptarët janë anë mban botës. Do t'ju uroja një sukses të vazhdueshëm, edhe t'ju shikojmë gjithmonë me atë dritën e bukur të komunikimit që keni, me harmonin që përçoni ndërmjet programeve të shumta që ne shikojnë në televizionin tuaj, dhe shumë faleminderit, jam shumë e nderuar dhe e privilegjuar që jam këtu sot. Me qënë se ndërlidhe shumë bukur me emisionet, do të kishe një sugjerim për emisionet e të ardhmes, ku do donit ju që ne të fokusoheshim? Në çfarë lloj tematikash në komunitet? Po, shumë pyetje e bukur. Do kisha përshtypjen që neve si komunitet njërën nga për shembull topikët që mund të zgjidhnim, do ishte edhe jeta jonë në Amerikë, po si përshtaten të dyja kulturat, kultura amerikane dhe kultura shqiptare, që ne jemi të gjithë të suksesshëm. So, e thënë ndryshe, jeta jonë e përditshme. Çfarë janë këshillat, sfidat për ne këtu, për emigrantët në Amerikë, dhe si mund të përfitojmë nga njëri tjetri, nga aftësitë, nga suksesi njëri tjetrit. Për shembull, unë kam një mënyrë të udhëhequri në familjen tonë, unë jam më e vjetra ndërmjet atyre që janë brezi më i ri, dhe i them gjithmonë, mësoni nga gabimet e mia, që juhet mos humbisni dhe 10 vjet jetës tuaj. Në thënë ju keni ardhur e para. Ardhur e para. Po gjithsesi Amati pas ke qenë the biggest help, se është gjithmonë vatra e të gjithë shqiptarëve, por dhe vatra që pret gjithë secilin nga ne. Po, dhe e kam bërë me shumë kënaqësi. Jam shumë krenare. Duhet marrë shembull për gjithë shqiptarët e tjerë. Unë të uroj shumë suksese, ishe një zonjë shumë solare dhe të uroj vetëm të mira atyre. Faleminderit Gjola. Faleminderit. Faleminderit shumë Anila, kalon të bukur. Faleminderit. Shqiptarët i bashkojnë eventet dhe 25 vjetori i bashkon të gjithë ata që e duan fjalën shqipe, e duan emocionin shqip. Jemi këtu sigurisht me biznesmen, me antarë të komunitetit tonë që mendoj që brezat e ri janë ata që edhe televizionin kanë me mbajt në kam, sepse tashmë 25 vjet jemi, por që ne gjithmonë ju na uroni që të kemi edhe më shumë vite. Si mendoni televizioni shqiptar është i afërt me rinin, me bizneset, për t'i ndihmu që kenë pakës më shumë sukses? Besoj se është një gjë e mirë me kanë televizionin shqiptar, se lidh shqiptar me biznese ndryshme edhe me universitete dhe krijon një farë lidhje komunitetit për gjithë shqiptarët. Ajo është e mirë. Besoj që tashmë e dini derën e keni të hapur për çdo gjë. Vetëm një urim për ne, për 25 vjetorit. Inshallah sa më vite sa më shumë edhe të vazhdojmë të jemi bashkë dhe të lidhur si komunitet. Mirë, vijojmë intervistat e kësaj mbrëmje që është kaq shumë e vrullshme dhe me kaq shumë gjallëri, me një tjetër zotëri të nderuar, kemi zotin Oti Kadiu këtu, që është edhe pronar i Farmers Insurance. Pra kryesisht i ndihmon shqiptarët absolutisht kur kanë nevojë për inshurancë, dhe vërtet? Po, patjetër. Farmers kam një agjenci të siguracioneve që është përfaqëson Farmers Insurance, që është një kompani e madhe. Dhe kemi mbi 11 vjet që i shërbejmë komunitetet shqiptar me shërbimet dhe nevojat që kanë për sigurimin e makinave, të shtëpive, të jetës, bizneseve. Dhe duhet t'ju uroj përvjetorin e televizionit, sepse ka qenë një partner gjatë gjithë kohës aktivitetit tim në biznes, një partner shumë i denjë, shumë dinjitoz, gjithmonë me profesionalizëm, ka qenë pjesë e mbështetjes të programit të agjencisë sime. Dhe disa herë kemi bërë dhe intervista, kemi bërë dhe emisione në televizion.
por puna e televizionit shqiptar të zotit Vila është për të përgëzuar jo vetëm për promovimin dhe mbështetjen që u bën bizneseve shqiptarëve, por edhe për rolin kulturor që ky televizion luan në komunitetin shqiptar në Michigan, por edhe më tepër për ekspozimin e komunitetit ton shqiptar në Michigan. Dhe për këtë është një vlerë kulturore e pazëvendësueshme që njerëz me shumë dedikim, vetmohim marrin përsipër këto lloj aktivitetesh për të shërbyer komunitetit. Dhe zoti Vila dhe televizioni juaj ka rol të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Dhe përveç urimit, për të cilën falenderoj se më paraprive, do të kishit ndonjë sugjerim në ndryshimin e emisioneve, ku duhet të fokusohet më shumë televizioni në vjueshmëri, duke qenë se jemi edhe në prag 2026? Besoj se gjeneratat ndryshojnë, koha ecën, njerëzit kanë evoluar, social media bën punën e vetë dhe besoj që televizioni juaj përveç se platformës televizive që ka në networkin në Comcast, besoj që duhet të jetë më shumë aktive në social media dhe në këto platformat e reja digitale që janë të pranishme, që jo vetëm ne, brezi jonë që shikojnë televizor, të jetë përpara televizionit dhe shikojnë programet tuaja, por edhe fëmijët tanë të shikojnë një lajm për sa i përket aktiviteteve të komunitetit dhe të përfaqësuesve shqiptar në Michigan, që të vazhdojnë traditën që ne kemi filluar dhe rrugën që ne kemi shtruar për ta. Unë ju falenderoj nga zemra për kohën dhe për prezencën sonte dhe paçi një mbrëmje të bukur dhe të shpejtë. Faleminderit dhe urime edhe një. Faleminderit juve.